Për të qëndruar shpjegimin mbi probiotikët, po ju jap një shembull konkret. Lactibian i media. Sigurisht është probiotik, konsiderohet i rëndësishëm për sistemin gastrointestinal, për rregullimin e florës e tjera me radhë, por s'mund të merret nga kushdo dhe për çdo arsye. Unë duke qenë një individ i cili udhëtoj shumë shpesh, patjetër më duhet të kujdesem edhe për ekuilibrin e zorrës, sepse ndoshta klima, ndoshta ushqimet apo ndonjëherë nevoja për të marrë antibiotik për arsye të caktuara mund të më ndikojë dhe të ma stresoj zorrën, duke më shkaktuar diare apo probleme të tilla. Kështu që në raste të caktuara, kur ne kemi diare imediate, diare që vijnë nga antibiotikët, apo diare të cilat vijnë në mënyrë akute, sigurisht është shumë e rëndësishme të marrim një probiotik që është projektuar dhe dizenjuar enkas për këtë situatë. Dhe në këtë çast, sigurisht më do të sugjeroja Lactibian i media, i cili patjetër ka një diversitet të konsiderueshëm të baktereve dhe ka 30 miliard baktere në njësi. Kështu që merret në formën e një bustine, direkt në gojë, pa ujë, prandaj dhe quhet i media i menjëhershëm. Kështu në raste akute të diareve, sigurisht unë sugjeroj Lactibian i media dhe pastaj në varësi të problemeve të tjera që kemi me zorrën, ekzistojnë probiotik të tjerë që trajtojnë situatën.